Në Sakshit është Linda Rama, pra SPAK e ka me Edi Ramën, dhe nëse e ka me kryeministrin, sigurisht që sfida e këtyre prokurorëve është me shtetin, me gjykatën kushtetuese, me qeverinë dhe tashmë edhe me parlamentin. Kjo është një përballje serioze e cila premton luftë, sigurisht një luftë që nuk e dëshiron askush. Por si duket kërkesat që drejtuesve në ikje nuk ja plotësuan kurrë, sollën dhe këtë reagim gati natçor, që në fund nuk po e paguajnë burrat por gratë, të cilëve këta prokuror po gjymojnë nga pas me prangën në duar si dikur konviktorët gocave simpatike të gjimnazeve të Tiranës, të cilat nuk avarnin kurrë, sidomos atyre që vinin nga bathorja. Durata më e madhe që mund t'i bësh të fakt kryebathoristit sot, Sali Berishës, është të merresh me qeverinë dhe gratë e saj. Kjo sepse kreu i Partisë Demokratike gjendet më në siklet se kur më parë. Spaku i tij i vërtet është Ervin Saliani. Në një lëvizje që dukshëm ka mbështetje jo vetëm nga brenda, por edhe nga jashtë Partisë Demokratike, Saliani ka arritur t'i marrë doktorit qindra vet nga baza më ekstreme e militantëve, të cilët po të rishet nga magneti i pakonsumuar i ish deputetit, i cili doli nga burgu i Fatmir Qafës me më shumë flok dhe me më shumë mend. Foltorët e Salianit ndryshojnë në numër dhe në cilësi nga ato të Sali Berishës, dhe në to fjala humbës përgjegjës shqiptohen pa komplekse. Pas foltores Diana Elbasan, ku Saliani foli për gjyqin që ju bën në mbledhje kryesie më shumë se sa kritika ndaj qeverisë, Berisha sot ka paralajmëruar përjashtimin e tij. Sipas doktorit, Saliani ka kaluar vijën e kuqe pasi ka marrë ndihmë në Elbasan nga Suel Çela, por sot pas ditës Saliani ktheu përgjigje dhe i kujtoi Arjan Dohen dhe i tha: "Ku qëndron në këtë vit të kuqe ky ish prokuror i cili u godit me armë nga grupet armatosura në shoqërinë e kriminalëve?" Goditja e Salianit vjen vetëm pak ditë para protestës së paralajmëruar nga Sali Berisha, protestë ku Saliani kishte bërë thirrje për pjesëmarrje të militantëve. Vetë Saliani tha se pas kartonit Berishës se qeveria nuk po sulmohet duke gjetur armiq imagjinar, por situata në gjirin e opozitës sa vjen dhe bëhet më komike. Ndërsa ka bërë për vete të gjithë prokurorët e SPAK-ut, përfshirë dhe Dumanin e zemruar në 2 ditët e të fundit si kryetar, Sali Berisha gjendet sërish në pikën e tij më të dobët. Megjithse sot gjithë mediat i bien qeverisë, kur Carlo Bolino po kërkon dorëheqjet numri 2 të qeverisë, një kërkesë që ende nuk e ka bërë asnjë peka, kur Saliut po i vën në dispozicion hetime sekrete në një ekran 75 inç, prap doktori ka hallin e Saliani. Saliani nuk ishte në Këshill Kombëtar, por ishte thirrja e tij që thirri forumin e lartë, i cili nuk mblidhej nga muaji mars. Sali Berisha akuzoi Salianin për lidhje me Suel Çelën, por në fakt në dosjen britanike që e ka shpallur atë non grata, përfshihen lidhje të tija indirekte, edhe me grupin e Suel Çelës. Berisha thotë se vija e kuqe është krimi, por këtë vit kuqe ka kaluar një ish prokuror, tashmë deputet i tij, ndaj cilit u shkërën armë nga kriminal, pasi ai ishte në makinë me kriminal të tjerë. Si përfundim, Ervin Saliani edhe mund përjashtohet nga Partia Demokratike, nga Këshilli Kombëtar, nga kryesia, por kjo nuk po ndalon militantët e partisë i bashkohen për ditë, sot pas dite, edhe në veri të Shqipërisë. Dhe kjo shpjegon frikën që ka sot Sali Berisha, nëse ati ikin dhe militantët, shtëpia e tij bosh nuk i duhet askujt, dhe në këtë pikë të rroft Vula, Logo dhe Selia. Sigla. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në rrjedhësor me mua sonte në program. Janë Rezar Kthubi, mirëmbrëma Kthubi. Arben Meçer, mirëmbrëma Meçer. Roland Beko, mirëmbrëma Beko. Dhe Skënder Mëngjozi, mirëmbrëma Skënder. Ndoshta kemi mundësi të lidhemi live me Selin e Partisë Demokratike, aty ku është duke folur zoti Berisha. Përfundim të një Këshilli Kombëtar i cili nuk u mor dot me Salianin, por për këtë të flasim më vonë, se sa u fokusuan as në nxjerrja e përgjegjësive për humbje, siç ishte folur, por sigurisht e protesta e datës 22 dhjetor. Ndjekim Sali Berisha. Historisë. Zoti Berisha, apo ju vlon gjaku demokratëve me aq sa pesë sot për të protestuar? Me aq sa pash sot jashtëmase. Një gatishmëri që ju nuk e imagjinoni dot. Ja u them unë. Një vendosmëri e atill që kjo parti nuk e ka patur ndonjëherë. Është një pristi. Pra, është një zhvillim, një ndërgjegjësim jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe pozitiv. Natyrisht
pavarësisht se po shkërmoqet, pavarësisht se nagoni, pavarësisht se po projekton grusht e shteti, përsëri duhet që populli ta krej, edhe populli shqiptar do ta krej Edi Ramën, që ka pengu i Lubi Ballukut, i Ergys Agasit, e morët vesh ju apo jo, Ergys Pegmarsit. Ergys Pegmarsit, njeriu që merr peng në emër të Baxhanakut. Zoti Berisha, vetëm pak minuta më parë antarë kryesisë së Partisë Demokratike Zoti Saliani. Edhe një herë, besoj se unë jam shprehur përfundimisht sot në konferencën e shtypit. Jo, po ka pasur një reagim pas asaj që ju keni deklaruar. No comment. Ka akuzuar deputetin. A do e përjashtoni? Ju ka akuzuar si i lidhur me kriminal dhe ka thënë deputeti juaj Arjan Doja. Çfarë thot? Zoti Ervin Saliani deklaron se nëse është vije kuqe bashkëpunimi me krimin, atëherë ju kujton apo vendosjen tua në lista të zotit Arjan Doja, i cili po akuzohet për lidhje me krimin. Edhe një herë, gjithë shka kam patur unë për këtë çështje e kam shprehur si kryetari Partisë Demokratike dhe atë ju garantoj që nuk e lviz do të asgjë më. Asgjë nuk lviz atë. Qëndrimi, edhe një herë, qëndrimi absolut i kësaj force politike, via absolute e kuqe janë bandat dhe krimi dhe droga. Kush kelet via e kuqe? Pra, e dëgjuam zotin Berisha, i cili në fakt ju shmang reagimit pas ditët zotit Saliani, i cili i kujtoj zotit Berisha faktin që Arjan Doj, deputeti i Durrësit, si që dim shumë mirë, pra, ishte në makinë në rumin e Shiakut, nëse s'ka boj, se s'jam i mirë me këto nicknames, me këto nofkat, kura ju godit me armë nga një tjetër grup i armatosur, a i rajave, dhe ku shoferi i zotin Doj humbi jetën. Por, sot zoti Berisha në fakt ka akuzuar Salianin se në mitingun në foltorin e Elbasanit një ditë më parë, ajo është ndihmuar nga kriminali në kërkim Suel Çela, një kriminal cilin zoti Berisha e lidh me Taulan Ballën, me Partinë Socialiste. Por në fakt, pak vite më parë, vetë zoti Berisha akuzohej për lidhje me Suel Çelën. Dhe e dini nga kush? Ndiqeni pak. Nuk flasë në telefon me Suel Çelën, e kam pas përballë në fushatën 25 prillit dhe sot Suel Çela punon për atë që bën tifo ai zotëria që drejton televizionin tuaj. Dhe sot ky individi që e kemi pas përballë në zgjedhjet e 25 prillit thret drejtues të Partisë Demokratike në Elbasan dhe i vendos përpara formularin për nënshkrim. E di dhe Flamur Noka, se ka qenë përpara 2 ditësh i thirrur nga ata që kanë besuar të demokratizimi i Partisë Demokratike, pikërisht për këtë çështje, se nuk të pranojnë demokratët e Elbasanit që t'ja mbledhi kuvendin kombëtar të Partisë Demokratike Suel Çela. Pra këto ishin akuzat e Gazmend Bardit, drejt për Sali Berishën, në nëntor të vitit 2021, se ai, pra Berisha, së bashku me temi me grupin e tij të themelimit, ai aty përmend Flamur Nokën, por thelbër Sali Berisha, pra mbledh te firmat e anëtarëve të Partisë Demokratike me formular të shpërndar nga Suel Çela. Beko. Karma po i del gjithve. Kjo është e bukur e kësaj jete. Po jo me kaq shpejtësi sa si del doktorit. Po, kjo është e bukur e kësaj jete, sepse Sali Berisha sot në fakt, kur unë e dëgjova të deklaratën e tij, mu duk Sali Berisha kundër Sali Berishës. Sepse nëse ti vendos si vite kuqe bashkëpunimin me krimin, vetë Sali Berisha është njeriu që është akuzuar drejt për drejt të paktën nga britanikët në raport në dosjen e Nongratës britanike janë lidhjet e tij me krimin dhe jo me këtë grup. Po, pikërisht. Dhe unë po lexoj vetëm fjalinë e parë të kësaj letre që i thonë, ju keni lidhje të qarta, i thonë Sali Berishës, me grupet e krimit të organizuar dhe kriminalët që kanë
që kanë paraqitur një kërcënim për sigurinë publike në Shqipëri dhe në Mbretërinë e Bashkuar dhe se jeni të gatshëm të përdorni këto lidhje për ta çuar përpara ambicieve tuaja politike e tjera e tjera. I përmend Fasliçin, i përmend dhe grupin tjetër, është ai grupi B9, si quhet ajo. Dhe njerëz të afërt të Sali Berishës që i pam se si shkelmonin me këmbë edhe Partinë Demokratike, dyert e Partisë Demokratike, njerëz të cilët janë dënuar për drogë në Britaninë e Madhe e kështu me radhë. Mendoj që Berisha në fakt e ka humbur arsyen këto kohë, sepse Berishën thash dhe njerë që mund t'i thuash gjithçka nuk i bën më shtypje, ama po pas sallat që ti mbushi dikush tjetër veç atij, kjo e smur atë, kjo e bën keq, do të thënë dhe mendoj që këtu çorientohet, çekulibrohet dhe nuk di pasaj ç'a bën. Por kam përshtypjen që duhet këtë bërë një lloj reflektimi, jo për të ndryshuar mendim, por është duke qenë se nuk e futi në Këshillin Kombëtar si çështje këtë gjë, edhe pse u duk që para dite po pra ja preu biletën. Po. Do shta masnite e kanë thënë që Saliani po bën foltore në Veri dhe po shkojnë në Veri. Jo vetëm kaq, dhe ajo shumë e rëndësishme që thua ti, që po shkojnë në Veri, pastaj prit se geografia. Por Berishën, se për ne një lloj është Veriu si Jugu, por Berishën është rëndësishme. Patjetër, sepse Berisha atje e quan bastionin e vet, ku ai duhet të jetë lider i përjetshëm dhe i pazëvendësueshëm për Veriun të paktën. Por mendoj që Berisha është tërhequr për faktin se ka dy ngjarje. Njëra është që nuk duhet vazhdoj debatin brenda partisë, të paktën derisa të mbaroj kjo protesta që ka njoftuar në datën 22. Kjo që do jeti qeverinë. Sepse kjo që do rrëzoj qeverinë, sepse të paktën në mos ai bashkëpunëtorët e tij kanë vënë re që ata që i shkojnë Saliani në mbrapa janë 100% demokrat, dhe janë demokratë që janë më të avancuar se vetë Saliani në tezat e tyre, në qëndrimet e tyre. Ata kërkojnë detyrimisht dorëheqjen e Sali Berishës sepse kanë humbur besimin që ai mund t'i bjerin në pushtet dhe nuk i falin që Berisha i ka gënjur dhe nuk pranojnë të gënjejnë rishtas nga i njëjti njeri. Dhe arsye e dytë që Berisha e bën këtë është sepse i trembet për shkallëzimit të akuzave që mund t'i vinë dhe mund t'i prekin edhe pjesëtarë të familjes të tij, sepse Shqipëria është e vogël dhe të gjithë e dinë. Vërtet, shifsha sot shkote ka e faqe tjetër e përgjigjimeve nuk shkonte. Se i del shtufi aty. Po pra, se i dalin tit aty. Kështu që duke qenë se do të fshej kokën si struci, nuk i del debatit përballë, por dhe janë ashkalluar. Dhe tani ju e pat pyetjen që bëri gazetari në fund. Ndërkohë që ta thash, ai dënimin në thojsa me vdekje politike ja dha Salianit sot ndrek. Ai sa dha e ka dhënë të demoralizoj mbështetës të tjerë të Salianit, por kjo do t'i bëjë efektin bumerang. Tash mua më thanë që në Veri takimi që ka masiv. Megjithatë do pyes Meçën për diçka tjetër. Po Skënder, më që ku fjalë. Jo, Sokol, kur vim puna tek flitet tu për protestën. Tani ideja është këtu që në qoftë se ti në sallat e politikës i jep imazhin e të qenit i barazvlefshëm ose të paktën i fuqishëm, po aq sa dhe kundërshtari, me konferenca shtypi, me zhurmën që bën parlament, me lajmin kombëtar që ti arrin të krijosh me mediat e tu ose edhe me mediat tjera. Pra, nëse në luftën verbale ti arrin ta mbash disi hapjen dhe ritmin e atij që ke përballë, me PD ka ndodhur një fenomen shumë negativ. Dhe këtu duket si një mazokizëm i pastër politik, kjo që dëshiron të bëjë Berisha. Ty foltoria javë për javë ka dhënë mesazhin që ti shkon ke 200 vetet. Dhe për fat keq tani që qeveria. Bashkë me Tikun. Që qeveria të po thoshe, tani që qeveria e ka urin deri tek fyti, sërish bashkë me Adriatic Lapin prapë shkon 250 vet, po themi, jo më tepër. Dhe nuk po i të kurrim shifrat, se këto janë, realisht, këto janë shifra reale, janë pamjet. Dhe kjo epoka dronave është shumë e keqe për këtë gjë. Ti nxjerr gjërat. Sistemi ne, ti thua që jemi shumë dhe nxjerrim më sa je. Fiks. Tani të mbledhësh protesta kombëtare, kur ti e di që protestat politike kombëtare e para janë të kushtueshme, po hajt se atë po e kamuflojmë. Kur pam fushatën që harxova gjithë ato miliona euro me amerikan, mund t'i ke dollar, mund t'i kesh lekët, nuk është problem. E dyta janë
Edhe agresive s'janë më, se dikur ishin agresive, në kohën e Bashës kur e madhit, kur ishin protestat kombëtare që ishin vërtet... Luli buti but, po. Kryeministria mbyllej me parsmore, ajo këpurdha e diçka hequr e tjerti, do me thënë është... Ja, kemi pamje, shumë e bukur pamje. Nga protestuese, ju lutem regjia, na e ktheni një herë, ju lutem, se kjo pamje më pëlqen shumë. Tu kalojmë nga protestuesit e tikut, që rinë këtë sepi se u përzun këta, i përzuri policia këta për të jap hapësirën zotit Berisha. Ramës doktori duhet, ti është i vogël akoma. Pra, po thoja, nëse ti dëshëron të demonstrosh pa fuqinë tënde, e arrin ta bësh këtë duke dal nga aulat e politikës dhe duke dal në shesh. Tani, unë nuk e di se kush e këshillon keq doktorin, dhe kush e shtyn, se unë e marrë vesh instiktin e ka të sheshit, po kurse ke sheshin është problemin se të ngellet dhe instikti. Tani, këtu do t'jemi. Do t'a shihni miti atë protestën kombëtare të 22-shit, dhe do t'jetë, nuk e di se sa pak fishi i kësaj që po shofim, po... Pre zhvillimet i rez? Kjo, po kam ndaj mendim ndryshëm nga Minxhozi. Jo, dakord, në rregull. Se Minxhozi niset nga prezumimi që Berisha do vërtet t'i bëjë opozitë Ramës. Të demonstroj fuqinë. Nese, edhe... Nuk e shikoj nga këndështrim. Dakord. Por problemi është... Berisha është paterica më e mirë e Ramës. Po patjetër, ti mund t'jesh pateric, po mund pretendosh t'jesh edhe të dukesh dhe pak më i fuqishëm. Jo, po pse kërkon t'jetë pateric duke... Pak më i fuqishëm mund t'a vitë... Kjo është fiks mazokizëm. Jo, kjo është fiks të bësh patericën. Po jo, paterica mund t'jetë edhe me drumë trash. Nuk bën paterica me drumë trash, se me drumë trash nuk i tjetë. Se kjo është shkarp, faktikisht nuk është pateric kjo, kjo më falë, është një kërthi. Aqë sa i duhet. Me rregull. Jo, kaj sa i duhet, por, në momentin që Saliani... Pateric dinjitoze. Në momentin që Saliani... Nësë është as dinjitoze. Shfaq salla, ku ka minimalisht 5 veta më shumë, se shtiken shesh, këtu është problemi madhë. Dhe se shpatja i në Elbasan... Jo, njëse, po pra këtë po të. Tani, Metre, do të përfshirë u e fillimisht. Sot një burim nga brenda PD-s na konfirmoi që po na kërkohet të rrim 3 javë në bulevard, po kemi frikë që nuk i kapim dot as 3 orë. Është shumë 3 orë. Ç'thua? Jo, po ndërkohë kërkesa është shtuar që të rrin 3 javë. Nuk ekziston. Bashkë me vitin e ri apo me ndërprerje? Më thonë me vitin e ri ndyshesh apo me ndërprerje? Revolucioni dhe vjetë bëri pushim. Edhe vjetë për revolucioni dhe mos vidja civile bëri pushim. Me që më falë protestat,